Roli dhe funksioni i policisë kufitare në luftë kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe kontrabanda me migrantë në Republikën e Maqedonisë ishte tema të cilën e kishte zgjedhur për të mbrojtur tezën e magjistraturës juristi diplomuar Femir Ramadani. Ramadani, i cili është në pozitën e inspektorit të lartë pranë sektorit të policisë kufitare dhe për emigracion, pranë Ministrisë për Punë të Brendshme, fitoi titullin magjistër i shkencave të sigurisë në Universitetin e Evropës Juglindore, përkatësisht në Fakultetin e Administrimit Publik dhe Shkencave Politike. Sipas Ramadanit, kjo temë nuk është humbtuar jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vendet fshinje. Jam duke punuar në sektorin e policisë kufitare dhe për migracion, ku kam hasur qasje direkte në lidhje me mangësitë dhe mungesat të cilët i duhet këtij shërbimi, që jam munduar të paraqes edhe atë në aspektin teorik. Nëse si kjo është që më shtiri më shumë që të mbroj edhe këtë temë. Ramadani u prezantua me sukses para një komisioni në përbërje me profesor doktor Etem Aziri, mentor, profesor doktor Jonuz Abdullaj, kryetari i komisionit, dhe docent doktor Agni Aliu, antar i komisionit. Në këtë temë fillimisht pasqyrohet për kufizimin e nocionit të trafikimit me qenie njerëzore dhe kontrabanda me emigrantë, duke përfshirë edhe llojet e trafikimit, shkaqet, faktorë që kushtozojnë dhe ndikojnë në shfaqjen e saj, që është si rezultati mos funksionimit të shtetit juridik, zhvillimit të dobët ekonomiko-social, shkalla e ulët të arsimimit e të tjera. Të dukuri, siç dihet, ekziston qish me ekzistimin e shoqërisë, por tani më në forma më të ndryshme apo më të zhvilluara. Por qëllimi jonë është mënyra se si të reduktohet deri në minimum apo të parandalohet këta dukuri dhe pozitat të cilën policia kufitare, rolin të cilën duhet të ushtrojë në lidhje me këtë dukuri, edhe këtu është, domethënë, prezantohet në punimin e sipër kjo problematikë. Trafikimi i qenieve njerëzore, padyshim se është një fenomen shumë i përhapur. Prandaj, për këtë arsye, duhet të mirën preventivat e duhura me qëllim të parandalimit të saj. Siç dihet, për këtë dukuri është për grupet kriminale është mjaft fitimprurse, pra paraqitet me mos funksionimin e shtetit juridik, pozitën ekonomike, sociale të qytetarëve, mos arsimimit të duhur të qytetarëve, e kështu me radhë, dhe kështu që paraqet kërcënim serioz për jo vetëm për shtetin tonë, por edhe shtetet fqinje, e cila pamëdishje duhet luftuar në aspektin e pozitës gjeografike, thënë edhe jashtë ndërshtetërore, jo vetëm në vendin tonë. Po bashkëpunim ndërkombëtar nuk është i suksesshëm edhe luftimi i këtyre dukurive në fjalë. Menaxhimi i migracionit dhe lufta kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe kontrabanda me emigrantë duhet të jetë prioritet kyç për politikën e sigurisë së Ramadanit.